Ky podcast përkrahet nga IBAS. Përshëndetje miq, jemi me podcastin Diaspora Flet. Unë jam Lirimi prej organizatës Germin. Ky podcast mundsohet nga partneri ynë IBAS dhe qëllimi i këtij podcasti është që të prezantojmë personalitete të jashtëzakonshme nga diaspora, të cilët me punën e tyre ose janë duke kontribuar për Kosovën ose janë kthyer veçse tashmë për të dhënë kontributin e tyre këtu. Sot me mua kam kënaqësinë ta kem Ariana Krasniqin, e cila është një vajzë e re, profesioniste e re, e cila është kthyer në Kosovë nga Danimarka. Përvoja e saj mbi 10 vjeçare në fushën e komunikimit dhe marketingut ka bërë që ajo jo vetëm se ta vazhdoi karrierën e saj profesionale, por edhe të shohë mundësi se si të kontribuoj për Kosovën. Ajo ka filluar faktikisht jeta e saj në emigracion ka filluar në Gjermani dhe është një profesioniste që ka specializuar në fusha të ndryshme të komunikimit dhe marketingut, duke filluar nga studimet bachelor në Universitetin e Kopenhagës së Jugut për marketing dhe komunikim dhe deri tek studimet master për tregjet ndërkulturore në Universitetin e Kopenhagës dhe Copenhagen Business School. Ariana, mirë se erdhe. Kam kënaqësi që je mysafire në këtë podcast sot. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën. Atëherë, siç e thash, qëllimi i këtij podcasti është të tregojmë për histori frymëzuese të personaliteteve të ndryshme nga diaspora. Ti ke vendosur të kthehesh në Kosovë vitin e kaluar, pas një periudhe, domethënë pas gjithë jetës që e ke kaluar në emigracion. Fillimisht kisha dashur me të pyet rreth jetës së familjes tënde, ose si është largu familja jote nga Kosova gjatë viteve 90-ta, edhe për ta vazhduar pastaj bisedën me jetën tënde ndoshta profesionale edhe personale në emigracion. Po, atjetër, ku më ja fillu, një largu në 95-ën, pra kur kom lindur pak do muj para se me lind, në Gjermani kom lind në Waldkirch, është në Freiburg, afër Zvicrës, edhe ato kena qenë gati 1 vjet e gjys, tani pak kohë në Zvicër, ku ka lindur edhe vllava jam, tani kena shkuar në Span, tani kur i kom pas 4 vjet, domethënë 99-ën, kena shku në Danimark, s'kena pas ku më kthy në 99-ën. Atje tani është vllava i babgjyshit, domethënë nga ona e mamit, na ka ndihmuar me orë në Danimark, ai atjetën në Suedi, në Malmö, është edhe baba e kushërinës teme shitja, që na kthy bashkë në Kosovë vitin e kaluar, që është shumë interesant, bashkë baba i saj na ka ndihmuar, tani në njëjtën kohë më kthy me vajzën e tij në Kosovë. Tash jetojna këtu në Prishtinë, punën në bashkë dhe ajo kalon Suedin në Danimarkën, tash nuk e di për një kohë gjatë atë shkurta, po që 1 vjet po së po. Për ndryshe kom studiu në Danimark edhe në Gjermani, edhe kom punu edhe në Angli, edhe kom punu në Gjermani, pra i kom ndru venet gjatë studimeve dhe mas studimeve, gjithashtu si e prezentove edhe shumë mirë në përvej. Ti je faktikisht një fëmijë pothuajse tipik i një familje të emigrantëve prej Kosovës të larguar prej viteve 90-ta, por që ka pasur mundësi pastaj me zhvillu një karrierë edhe me ndjek studime të niveleve të larta në Evropë. Si e ke përjetu jetën si fëmijë i një familje emigrantësh në Danimark? Po flas këtu në fillim viteve 2000 edhe deri tek periudha e studimeve. A e ke ndje një lloj diskriminimi, apo si ka qenë jeta jote si imigrante ose si gjenerate dytë në diasporë? Po si, nëse në Danimark kena si refugjat, pra i na kanë edhe në kamp, që o kanë këtë tjetër përjetim se s'ki pas drejt me shku
jashtë kompet, pra janë kanë shkollat atje. Pra atje në fillim nashtë se kom një mungesën se kiti na kanë të huj. Ka pas shumë shqiptar, bosnjak, të Afganistanit edhe vende ndryshme, po tani na kanë qumë me në qytet që thirret Nyköping Mas, që është edhe bashkë qyteti ku vjen një personazh që thirret Jende, aja ka shkruajt ligjin e danezëve, që ka një farë ligj kulturore në sina kanunin, po shumë më i shkurtër është, janë 10 rregulla danezëve që shmu konë njëri mirë, që s'bën me livdu veten shumë, nuk bën, që janë më modeste danezë, po bashkë qytetu ka një katon i vogël edhe s'ka pas të huj, pro janë kanë këtë danezë, atje kena një ma shumë, se u ka një familje të Irakut, edhe na kanë lënë me një banesat shumë të mira, po ato e kom një u kanë edhe një tjetër familje shqiptare, edhe për ndryshë këtë danez, edhe dhe që shkejt u kanë më ndryshë, se kanë kuptu që ka Kosova, nga që i vjen kjo, pëse po hanë qëse ushime, pëse po vjen pite në shkollë. Tani e pa të ndru qytetin, i na kanë disa qytete në qitë kohë, po gjithmonë e keni, normal se shqiptare kun pas ma letë se tjerë, se ka edhe shumë nacionalitetet ndryshme në Danimarë, që nashta e njën shumë ma shumë se sa na, po ka diskriminim, çdo vend pëse e ka, kom përjetu në fushë ndryshme, po dyqysh edhe prej shtëpisë e kom mësu gjithmonë që dush me marrë përgjegjësi për veten, edhe veç mi kalu ato sene me punu edhe ma shumë, edhe nëse të vinë me punu edhe 10 herë ma shumë se ta bëne që ato, edhe gjithë kom vazhdu punën teme, edhe i kom arrit ato që i kom arrit tani, edhe me diskriminim. Do me thonë, sigur është një fenomen në fushën e emigrimit, ku emigrantët zakonisht duhet me provu veten 5 herë, 10 herë ma shumë se popullsia lokale, që me unë ndjetë barabartë dhe t'integrum. Besoj që edhe kjo ka qenë edhe historia jote në lloj mënyre. Po, pa tjetër. E kena pas, tashte mbarët edhe çfarë diskriminimi, po edhe në shkollë e ki se gjykojnë pak se je huj, fillimisht për shembull në Krenaon, Danimark kum pol 4 gjuhë, se gjithë edhe si fëmijë, edhe sa di flas, po edhe gjermanisht, shqip, anglisht edhe danisht. Po tani kur pata fillu në klasën e parë, po më kujtohet që jënë mënu tani më mështin kësi klasë speciale, adim për të hujt, po në kum fol danishtën perfekt. Pra vish 2 javë kum kalu qatë klasë, edhe vish u ankajshë, se për mu më dojë dyqysh pa lidhi edhe në qatë mosh, pëse mos me studione me danes, po me nejtë vish me të hujt, ku ata s'kan dit as një fjallë danisht, unë e falësha, edhe se kuptojsha qatë sen, edhe që ajo ka vazhdu tani, edhe kur ka orë kuatën e për më shku në gjimnaz, e kena pas problem bashkë të hujt, na kanë rekomandu, sidomos neve vajzave, me mos më janis në gjimnaz, po më janis më mësu për frizerke, ose kosmetologe, dhe mësu sa na jepshin kësi këshilla, edhe unë e disha gjithë që du më shku në fakultet, se babi gjithë nga thonë, hinë studime, bënu avokate, ose mjeke, ose diçka, pra e patëm pas qatë sen, edhe ka ndodhë me shumicën e klasës, kej që e na kanë të huj, pata smujta me hinë në gjimnaz, pa hinë ekstra provim, për me thonë, edhe që notat i kum pas, edhe këtë mirë, po veç që e ka rekomendu mësusjet që dush me hinë a i fush tjetër, jo me studiu, pse me hinë gjimnaz, s'ki nevoj me hinë fakulteti, më nëshme bo dishka ma praktike. Pa kur farë arsye, se s'kum dit as flok me ndreq as miljunje, as kur gjë, po u konë qaj o sen që më kujtohet halet, edhe tani pata hinë gjimnaz, pata kry bachelorin edhe masterin, në këtë bashkë që të gjuhë që i kom ditë edhe në qatë kohë gjermanisht, danisht, anglisht, edhe u pata këthy edhe në qatë shkollë, se edhe motën e kom pas që tje edhe vlaznit, i pata thonë, të në njëj që asë mësu se qëfar studime kom kry që kom jetu në Gjermani që kom punu për Ministrinë e Punëve të Jashtme me Danimarkës në qatë kohë kur pata shku, veç më ka këshyrë dyqysh, jo, ke shumë mirë, po edhe frizer ke shëbo, edhe frizer ke mirë e shëbo, edhe ndyqysh, ka dok shumë që di, së me mi thonë të ashte, po gjithqysh u kanë diskriminim ose racista, ajo veç i ka pas në ashte idejat e veta, po që të sane ka ndodhë shpesh, ka ndodhë në gjimnaz, ka ndodhë në fakultet, po tani kur pata fillu në master, kur ja kom fillu punës, nuk i kom një qaq, se kom pas dështirë për shamë me gjithë punë, si në ashtë shumë tjere kanë, po edhe kom pas edhe si vinë që ma ka mundësu tani me vazhdu. E qartë. Gjatë studimeve në Danimark, a ka pas studentë të tjerë shqiptar, a ka pas në organizim studentor shqiptar, me cilin ju jeni njohë me njëri tjetrin, ose jeni organizu,
ose keni bo diskutime për pozicionin e komunitetit, rolin e komunitetit, çysh ka qenë kjo jeta studentore në relacion me shqiptarët? S'ka pas organizim, së në Danimark nuk I kena shumë qështu organizimet, fatkeqësisht, po ka pas shumë se në denë se këm krye bachelorin, atje në konë tepër shumë shqiptare, se është fakulteti maj madhë në Danimark, ka pas shumë të jugu, se shumica e shqiptarëve nga Kosova janë nga jugu në Danimarkës, edhe atje veç jena njoftu si shoqe, edhe jena bo mbledh tepër shumë, sidomos vajza ma shumë. Në Kopenhag tani kur kum vazhdu për masterin ka pas shumë shqiptarë, se shumica tani shkojnë kryq qytet, atje jena mbledh gjithë vetë privat, jo me organizat, po dyqysh grupi u bo 10 veta, 20 veta, 30 veta, edhe ketë me studime të nalta, shumica I kom njoftu jo në fakultet, po qështu, në Instagram nështë, po jena bo në grupi madhë, edhe shumica vinë këto tepër shpesh, pro më vjen mi po edhe këto, po organizat jo, fatkeqësisht, s'kum gjetë. Okej. I përfundove studime në Danimark, këtë që ke pas edhe një përvoj me Ministrinë e Punëve të Jashtme të Danimarkës. A mundesh me na tregu pastaj këtë pjesën e karrierës profesionale? Sa ke pas të vështirë ndoshta me u integru në tregun e punës, qoftë në Danimark, qoftë jashtë vendit, edhe cila ka qenë përvoja jote për te Danimarkës pastaj? Gjatë studimeve kom pas fokusin e kulturën edhe gjuhën gjermane edhe tregun e Gjermanisë, edhe DACH region, jo veç Gjermania. Pra se kom pas shumë vështirë se s'ka shumë danes që studiojnë edhe që I kanë këjshi. Pra për me gjithë punë që atë fush, u konë shumë ma e letë, nuk I nakon edhe shumë studentë, më duket edhe si vjetë s'ka shumë, se nuk I studiojnë gjuhën gjermane, ma shumë anglisht. Po pa ta shku gjatë masterit, në 2020 nuk konë, për 6 muaj në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Danimarkës, në konzulat në München. Atje kanë edhe Innovation Center Denmark, Invest in Denmark, edhe Trade Council Denmark, pro këtë tregun e kanë që atje, edhe atje u konë fokusi me minimu kompania daneze me do në Gjermani edhe me gjithë partnere në Gjermani, edhe gjithashtu Gjermant minimu në Danimark tani me ha biznise. Një përvojë që më ka pëlqyti për shumë, pa ta pas bashkëpunim edhe me BMW, që u konë jashtëzakonisht interesant për mu, edhe me Robotics Center Odense, është një treg për robotics, aty patëm bo një bashkëpunim të madhë për që ato 6 muaj, mu më ka pëlqy tepër, për Gjermania së më ka pëlqy qaq për jetes, edhe e këm pas plantën kër janë isi me shkrujt temen e diplomës, e këm pas mas 6 muajve, mu këtu në Kosovë, edhe me shkrujt, po që ajo ka ndodhë në shkurt 2020, që pandemia që ndodhë, edhe me jetë në Danimark tani, 2 vjetë ma shumë se gjatë pandemisë, pra së mujta më këtu në Kosovë në qatë kohë, edhe hina në punë Danimark, edhe në software tani. Pri qësoj provojës e punës, tani me një kompani që thirët Kronosop, që u konë startup në fillim kër hina, tani u bo scale-up, tani e kena ushit kompania, tani kompania amerikane, edhe u konë shumë vend puni mirë në Kopenhag. Po, amor për veti më ka përqy. Gjatë kësaj periudet rrugtimit tonë profesional, a ke pas lidhje me shqiptar? A ka pas, ose a ka ndiku në lidhje me shqiptar që ti me punu për një X kompani ose një tjetër? Apo rrugtimi yt profesional ka qenë komplet I pavarur prej qenit shqiptar ose komunikimit me shqiptarët e tjerë? Profesional, po, I pavarur, po në çdo shtet që kum jetu, kum njoftu shqiptar dhe ma shumë të kum nejt me shqiptar. Profesion një kor vetë, kër I më shku herën e parë në Gjermani, konë gjatë bachelorit në Zeppelin Universitet, ati kum njoftu shqiptar në Friedrichshafen. Tani kër kum shku, në vjetë kum shku në Angli, ofër Londres, edhe ati kum njoftu veç shqiptar, edhe në çdo vend nuk kum pas njofshme, se kum pas ashtë në shoqe, po I kum gjithë komunitetet shqiptar atje. Tani njëjtë kër I më shku edhe në München, të parit që më kanë shkujt në këndo vojza të Münchenit apet shqiptare, edhe rrisha me qatë grupë, në çdo vend, dhe me thonë, që më shku, pro ma shumë u kom për jetën sociale, po sa për këtë punës, masi që më këtu në Kosovë, tani më kanë gjithë ma shumë
klienta, kur e kom hap biznesin tem, përmes shqiptarëve. Çajo më ka ndihmuar shumë. Edhe vendose me u kthy në Kosovë. Është interesante sepse kjo dëshira me u kthy në Kosovë është zakonisht e gjeneratës parë. Domethënë ata që largohen prej këtu, largohen me idenë që mas një periudhe caktuar kohore kanë me u kthy. Ti nuk je largu prej këtu që me pas këtë idenë e kthimit. Qysh erdhe deri te ky mendim edhe vendim me u kthy me jetu në Kosovë? Pa e njoft faktikisht jetën këto, sepse ti nuk e jetu asnjëherë në Kosovë para se me u kthy. Po. Si ide ka linë shumë më atë, gjithë e kom pas nërmend edhe e kom ditë kështu momentin që e kam mundësin këthejna, ju mënu edhe gjatë bachelorit edhe masterit, po së merë mundësia, edhe tani, kër e vendosa atëherë, në 2020 kur po ta gjep më kthy, dyshish më kam e të pikë që duhet me provu, nuk e kom pas kështu plan me nejtë për gjithmonë në ASM, po thash për të paktën një vit, nëse më jetu në Angli, në Gjermani, në Danimark, pse mos më jetu edhe në shtetin tem, tani veç që kom prit mundësin, edhe kur ja nisa tani me punu për këtë kompani në Kopenhagu, veç më dak edhe ma vështirë, se dyqysh sa herë, kur ja nisa për karierën, i bën kontaktet, e kështu të një shumë komod në qatë ven, edhe e disha që nëse vazhdoj edhe 2-3 vjetë që ashtu të nuk thejnë akor. Edhe do është bile para se më plak, po sa jam hale re me pas që të përvojë, se është edhe privilegj me arë këtu, se ka shumë njerëz që për marrin si sakrifica në ASM, për mua shumë privilegj, edhe është edhe arritje e madhe që ku mujt me pun këtë mosh, edhe shpresoj që rriz, për momentin nuk e kam një ndjenje që du mu këthy në Danimark ose më shku në shtet tjetër, po mu më ka dorë si shumë arritje e madhe edhe prindve gjithashtu, edhe shumë punina mirë që e pata mundësin më këthy, edhe që e bona bashkë në kërë më pas karierën mirë, kërë më pas punë shumë mirë në Danimark, se nuk u konë që së më ka pëlqy Danimarka, po që më ka pëlqy Kosova ma shumë. A ka ndiku familja në vendimin tënë për me arë në Kosovë? Shumë jë ngëzu tepër. Po në kuptimin, a të kanë thonë ata që është mirë me u kthy, apo vendimi ka qenë komplet i yt? Komplet i imi. Edhe nashta nuk jëmë konë 100% sigur ta është vendimi i mirë, po e kanë ditë edhe që apetun pasaportin e kam edhe Danimarkës, pra mu e apet më kthy. Po së më kanë thonë as shka, as më shka, gjithmonë, po në gjdo shtet që kom jetu e kanë ditë që është për të mirën teme edhe që të qështë edhe jetë është shumë e gjatë me nejtë veç një ven, edhe kanë marrë edhe si inspirim se edhe vetë kanë qef më kthy, kur e kanë mundësin, po besoj që unë e kisha thonë që është komplet vendimi jem, po normal që edhe merë pak ndikim për njerëzve që i ki ofër. Më boni përshtypje që the nuk është sakrificë kthimi. Është shumë interesante sepse një pjesë shumë e vogël e njerëzve e shohin në këtë mënyrë. Tash masi që e ke kalu një kohë në Kosovë, edhe e nje pak ma shumë jetën këtu. A me ndonë me jetu ma gjatë në Kosovë? Po. Unë për vete që jam të një për momentin, besoj që shumë gjatë. Nuk me paramendu që isha një ma mirë tjetër kënë, edhe masi tash të që përnoj edhe me marketing edhe i kam klientet prej Gjermanis, Danimarkës, apo online, muj me jetu ku du, edhe vetë kom vendus që kjo është veni ma i mirë për mu, edhe për karierën tim, po edhe për jetën personale, pra zbesoj që kam qef me shku tjetër kënë për kur si dijet, po për momentin Kosova. Okej, faleminderit. Tash kisha dashur me kalu pak te kjo pjesa që e bën për te i punës, domethënë sa i përket angazhimit në Kosovë. Ti ke fillu me bo një diçka që shumë pak njerëz e bojnë, faktikisht edhe institucionet tona e bojnë shumë pak, që është krijimi i përmbajtjes digjitale që e promovon Kosovën në njëra anë, edhe në anën tjetër mundohet me i kundër argumentu të gjitha lajmet dhe imazhin negativ që publikohet për Kosovën. Qysh e ke nisë që to po më intereson, edhe pastaj kisha dash me diskutu më vonë cilat janë sfida që i ke pas këtë drejtim. Po fillimisht ka të lindi ideja që me fillu me kriju përmbajtje digjitale për Kosovën, e cila i dedikohet audiencës së huaj, se kryesisht përmbajtja jote është në gjuhën angleze.
Edhe pastaj përmbajtje që lidhet me kundër një lloj anti-defamation në anglisht të lajmeve negative që bëhen për Kosovën. Ideja ka linë në kohën e TikTokut, që bëjshin shumë vetë njerëz, edhe përpara kom bëu kështu informational slides në Instagram, po besoj që po tani ide diçysh që njerëz nashta më shumë kanë qef mi po do video të shkurta edhe fokusohen më mirë se sa mi lexu tepër shumë tekst të gjata, si I kom bëu si PowerPoint slides në Instagram, edhe ato kanë marrë kështu pak engagement, po e dita që do të mendru pak, edhe çto di edhe prej fushës së marketingut që kanë herë dush me ndru mënyrën qysh I mëson njerëzve për me po, edhe sidomos kur është tema interesante si historia jonë, edhe e provova me mi bo qëto video ma të shkurta, ma të sakta, ma shpejt, për mos me hupe edhe fokusin njerëzve. Edhe prej videos të parë më ka shku shumë mirë, edhe ka pas shumë audiencë për të, sidomos në gjuhën angleze, edhe rinia, diaspora e jonë, edhe kumenu që sidomos edhe lajmet në Kosovë dhe historia jonë, ata që din shqip dhe din me lexu shqip dhe ka mësu në shkollë e din që të sem, për që ata vendosa edhe anglisht me thonë, se e kena pak ma problem diaspora dhe nëse nuk e din gjuhën perfekt edhe me lexu në gjuhën standard të shqip, e ki pak më probleme mësu historinë tonë. Në shkollë nuk e mësojmë, shumë pak për neve kanë shkolla shqiptare, janë do komunitete, në Gjermani besoj ma shumë në Zvicër, po në Danimark ka pas do shkolla, po në do qytete. Veç, unë për vetës s'kom pas në qatë qytetin e tim, pra e kom mësu prej prindve, edhe që ashtu lindi si ide, mi mësu njerëzve do sene bazike për historinë tonë, edhe për gjuhën tonë, për kulturën, për këto sene që kom po që nashta generata mas meje, nuk është të mësu njëj se ata është është generata tretë që jetën në diaspor, edhe çdo vit bëhet pak më problem për çdo komunitet, jo veç për shqiptarët, pra mënova me full gjuhën e tymve, pra TikTok, Instagram, social media. Shumë interesante kjo pjesë, njëna prej problemeve që e kemi në krijimin e përmbajtjeve, është që nuk e kemi parasysh çka është atraktive sot për gjeneratën e re. Edhe në këtë drejtim, mendoj që e ke bo një punë të jashtëzakonshme, sepse dikujt një Gen Z, një 20 vjeçari, 18 vjeçari, nuk mund është thjesht me ja dërgu një libër që flet për historinë e Kosovës. Për me përjashtim të një pjesë të vogël që janë kurioz me studiu edhe me mësu, mirë po shumica e njerëzve sot përmbajtjen e shohin në TikTok, në Instagram, në Facebook. Edhe në këtë drejtim është një kontribut shumë I jashtëzakonshëm, po mu po më intereson me ditë prej momentit që ke fillu me kriju përmbajtje, deri sot, atë ka ardhur dikush me të thonë në kuptimin prej institucioneve ose qoftë prej ndonjë organizate, me të thonë që bravo shumë mirë, a mundemi me bashkëpunu në këtë drejtim. Apo thjesht përveç komenteve pozitive, puna jote ka vazhdu. Veç komenta pozitive, veç suksese, po bashkëpunim jo. S'ka orë prej nga institucionet. Edhe është pjesa tjetër pastaj e asaj që përmenda që lidhet me kundër argumentimin e lajmeve negative. Edhe këtu besoj që ke pas ma shumë punë edhe ndoshta edhe ma shumë sfida. Për Kosovën e dim që prodhohen shumë lajme negative, kryesisht nga armiqtë tanë. Dhe lajme që kanë qëllim me, ose përmbajtje që kanë qëllim me tjetërsu realitetin dhe me informu opinionin publik ndërkombëtar në mënyrë të gabume për ato që ndodh në Kosovë. Tash prej këtij aspektit të promovimit të historisë dhe kulturës, qysh ke dalë në këtë pjesën tjetër të kundër argumentimit? A e pe gjatë rrugës që ka shumë lajme negative që duhet me I kundër argumentu, apo qysh nisi kjo pjesa e kundër argumentimit, sepse edhe kjo është diçka e re në atë përmbajtjen që krijohet prej nesh. E ko po ma shumë të që është misinformation totale, se jo vetë shumica, po 99% kanë
jo të bazuar në realitet, atë më thon drejt rana, edhe s'kom pas as nevojë me punu shumë që të sen se veç kom fol fakte qysh janë, edhe gjithmonë jam bazu në fakte, edhe qysh me realitetin nuk më është më shty, çdo video që e kom bo është e bazuar në burimet që janë të sakta prej statistikat e botës, për shembull siguria këtu në Kosovë, këtë qëto, ekonomia që zhvillohet, këtu e kom pas fokusin ma shumë edhe se kom menu në fillim që është diçka anti-propaganda, se është veç kom menu që veç jam të i fol faktet qysh janë, si e lexoni artikull normal edhe veç e përsëriq ato, edhe se kom di që veç ajo me fol realitetin mund të më kom provokim për serbt. Pra në fillim kër i kom bo videot, për shembull veç kom fol për Kosovën, as që i kom menu atë pjesën a e shenë e serba, në esencë se zdi, interneti është vend pak i çuditshëm në kombinim me realitetin, që është se shumica nuk vinë çështë direkt me të folë, po ta komentojnë online. Po kur i kom bojve që i kom bo për Kosovën, tani nashta 90% e komenteve janë konë prej serbëve, e jo shqiptarëve, edhe kitë veç të thonë jo jetu rajt, është fakt edhe mund ka do shumë çudi se janë statistika, janë burime, nuk mundesh me argumentu me realitetin, po që ato e kam bo, edhe për veti veç kom vazhdu me fol veç fakte edhe s'ka mujt hale që 2 vjet që i kom bo, kur kush më kundërshtu ose me thonë që nuk e kam drejt, ata e thonë, po s'kam pas sources, s'kam pas burime për me mujt me argumentu kundër, edhe që ashtu të ne kalin që ideja veç me vazhdu, edhe kur kom po naj sen që kam bu naj propagandu, se kanë bu naj falsification of history, të ne kom bu një video kundër qasoj sen, po nuk e kom fokusimin që ati se na e dim të vërtetin, e dim realitetin, edhe ma shumë një minuta një mishty që të sen pozitive që ndodhin në Kosovë për para, edhe me bu video të ne, që është të lindja dhe ideja me bu që të psilojme, se kom po që kërkush nuk e bën, edhe na bile që jetojmë këto, ma shumë fokusohu me fol diçka negative edhe me kritiku vetën, se sa mi shpërndor që të sen është tepër të mira që janë, edhe lajme që janë kanë shumë të mira për imazhin kështu internacionale, edhe shta thash, ok, të bëj diçka pak më ndryshe, me fol veç pozitiv, edhe hala s'ka ndodhur asnjëherë me fol as një sen negativ për Kosovën, as për Shqipërinë, po as një shqiptar. Në sen që e kom pa shumë rrallë. A duhet me fol edhe për senet negative? Unë jo. Besoj që kam mjaft njerëz që e bojnë qatë punë edhe kam profesion, pra besoj që duhet me shtu në qatë negativitet, edhe që kisha ma shumë klikime. Jo, në kuptimin që me i adresu, janë disa fenomene negative që duhet dikush me i adresu. Faleminderit shumë, unë po du veç edhe pak me u kthy te pjesa e jote e kthimit në Kosovë. Njihet ky fenomeni diaspora blues që për shumë njerëz që kthehen, ndihen të huj këtu, e njëkohësisht ndihen të huj edhe aty ku janë duke jetu. Ky fenomeni i qenut në mes imigrantëve. A e ke ndi këto në Kosovë? A i ndi ndonjëherë kështu si e huj në Kosovë, në kuptimin që shoqënia njerëzit këtu të kanë pa me një sy tjetër? Ka ndodhë ka njëherë, për edhe ajo varet për rrethin që e ki, pra shumica e shoqënisë teme është e diasporës edhe jetojnë këtu, pra e kena bo një komunitet që ashtu, se njëjtë e kom pasë edhe në Danimarkë, e kom pasë shoqëninë shqiptare, pra dhe gjithmonë e kom bo një farë rreth për veti për mos më një huj, besoj që normalisht më shumë me pasë që ato e kisha një shumë ma shumë, në Danimarkë jom njësë shumë ma huj se sa këtu, se këtu apet edhe i kuptoj njerëz pse kanë qatë mendim ose pse ju duk na pak më ndryshe. Po, s'me me thonë që nina 100% që jom rrit këtu, se s'jom rrit këtu, i ka shumë sene që nuk i di, edhe ka shumë sene që nuk i kuptoj, edhe sene që i menoj më ndryshe, se apet edhe normal që më diku edhe për kulturës daneze, edhe ka shumë sene të kultura danezve që më pëlqen tepër edhe që kam qef edhe mi përkra. Pra, nina e huj po e marë si diçka të mirë, e marë si një farë superpower për vete, se unë bënë edhe me menu pak më ndryshe edhe mi gjithë do, edhe në punën time, do strategjia më ndryshe qysh me punu më mirë. Pra, po, veç e këmë këthy në diçka pozitive për vete. Okej. Faleminderit shumë, unë tash veç edhe diçka për fund ndoshta, për njerëzit që mendojnë me u kthy, ka shumë të ri ndoshta në diasporë që
e kanë këtë idenë e ardhjes në Kosovë, po e kanë shumë përkohshme. Do të thonë me ardhme pa në perspektivë kështu turistike pa Kosovën, po nuk e mendojnë është pak më afatgjate për shkak që ekziston kjo ideja që këtu është standardi i jetesës shumë i ulët, shërbimet janë të niveleve të ulta e kështu me radhë. Ti tu e pas përvojën tash në Kosovë, çka i kishe thonë dikujt në kuptimin më real të mundshëm, pa e zbukuru në asnjë drejtim, për jetën në Kosovë, dhe qysh, ndoshta jo me bind, po me i tregu se çka ofron Kosova për dikën që do në orë këtu. Prej diasporës. Prej diasporës. Unë besoj që për çdo person është mirë me provu. Edhe ka njerëz që kam ju pëlqy, edhe ka njerëz që s'kam ju pëlqy. Edhe më thonë, për çdo sera edhe në shërbimet janë më të shpejta ose që ka rroga edhe të mira, edhe ka edhe standard jetës më të mirë, po pa e provu kërkush nuk i dije, se ka edhe njerëz që edhe në New York nuk ju pëlqen Londra, nuk ju pëlqen Kopenhaga, po besoj që mundësia më e mirë është me ardhë për një kohë të shkurt, edhe tani vetë me vendosa do në menet, edhe jo verës, po me ardhë jashtë sezones, me po që isha jeta në Kosovë, edhe normalisht me gjetë edhe vetën me një punë, se edhe me ardhë edhe mos me punu dhe që je veç turist. Për vete, kur më fillu edhe me punu këtu edhe me pas edhe kolegë në institucionet, tani e kom po qysh është jeta këtu normale, qysh jetojnë njerëzit edhe qysh është realiteti i Kosovës. Për vete e kom pas shumë mirë, po vetë si person në ashta që ashtu e kam, pros me mi thonë kërkojna që hajde në Kosovë dhe ki jetën perfekte dhe s'ka me të ndodhë kur që që ditë shumë ose është ma mirë se shteti ku je, po kjo pozitiviteti, kjo energjia e njerëzve, kjo komuniteti që është në Kosovë, nuk e gjonë kërkon tjetër. Edhe që ato besoj që nëse jene njëri që dënë më ka një ofert me persona tjerve, nëse nuk po mënësh me nejtë në Danimarë në Gjermani ku janë njerëz nashta pak ma të ftëft, nëse të vynë edhe me mësu gjuhën ma mirë, me mësu edhe rajët tona ma mirë edhe me nejtë me familje, tani është Kosova veni për me ardhë, me provu, edhe me mujtë edhe me bu karierë këto është mrekullueshme, është tjepër mirë, edhe ka dhe mundësi, ka shumë opcione, ka shumë organizatat ndryshme, edhe ka dhe programet ndryshme, si për shembull Citizen Diplomacy Fellowship, që është një mundësi jashtëzakonisht e mirë për me ardhë për 10 muaj, edhe me provu. Edhe programi original për ata që nashta janë ma largë edhe se kanë përjetu Kosovën edhe Shqipërinë hale. Pra ka programet ndryshme, ka iniciativat ndryshme, ose me bëjë sigurisht që kom pasur në idenë me shkrujt temet diplomës këtu, me nejtë 6 muaj për shembull, edhe me provu. Pra ju kisha këshillu çdo shqiptar në këtë botën me ardhë edhe me provu, se është edhe eksperiencë mirë për të jetën, po s'më më thonë kërkojna duhesh ose nëjsem, po besoj që është veç diçka që mundet me t'jep edhe shumë se në jetën tonë, edhe profesionale edhe personale, sidomos për jetën personale t'jep një farë qëllim një të re, dhe një energji të re dhe e një vetën shumë ma mirë kërë ke provu me jetu në vendin tënë, se sa mos me provu. Edhe nashta edhe për herë të pare një vetën ju e huj. E përmendën në fund në këto, unë deshta me thonë, dhe me thonë, për fund, qka është një, ose nëse kishe pas me zgjell, cilat janë një ose 2 elemente që vetëm Kosova mundet me t'i ofru. Ose nëse ka të tilla, çka është diçka që ti e ke gjetë në Kosovë e nuk e ke gjetë askund tjetër, tu e pas parasysh që ke lëviz në vende të ndryshme. Komuniteti, në 100%. Edhe dyqysh edhe mundësiet pa limit, se nuk ka diçka që nuk mundesh me bo në Kosovë. Nashta edhe që jam me Danimarkës, në Danimarkë ka pak ma një tjetër kulturë që të ullë pak, po në Kosovë njerëz edhe mënojnë gjithmonë me të qurë sa ma naltë edhe me të një mu, që më ka dukë shumë interesant këtu, për gjithë sen prej që jo mordë, gjithë person që kom taku me gjithë sen që ako mënu me bu, më ka një mu kejt njerëz ofër meje. Edhe e kena që të farë mikpritje, për edhe këtë dashni për njërën tjetën, edhe që nashta jena edhe shumë negativ edhe flasëm keq, po mënojnë me minimun janë i tjetër tepër në maksimal, edhe për mi arrit senet, edhe nuk na do këtë kur dhe qysh e pa mundur që ajo sen, edhe shumë krenohë me njëri tjetër, në që ajo më fëlqen të komuniteti këtu, që nashta se kom po njëjtë në Danimark,
Pro çaj komuniteti njerëz, që ata si kom gjithë kërkun, edhe energjia e rinis, për shembull që thashtë që del në shesh e ki full me njerëz të ditë, që nuk ndodh në çdo vend, po që kjo energjia e njerëzve edhe patriotizmin ashtu. Ariana, faleminderit shumë. Ke kënaqësinë të pas mysafire në këtë podcast, që quhet Diaspora Flet. Ju falenderoj gjithashtu për vëmendjen dhe mirupafshim në epizodet e tjera. Ky podcast përkrahet nga IBAS.